Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, shikues të dashur. Po ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Ditët e Ramazanit po kalojnë ngadal, kurse ne këtu në këtë studio të bukur po ju provojmë përpos argëtimit edhe gjëra interesante që mund edhe të mësoni. Këtu i kemi disa fëmijë që mezi pres të shoh se çfarë kanë përgatitur të ndajnë sot me ne. Si quhesh? Emin. Sa vjeç je? 10 vjet. Shumë mirë, a shkon ti në mejtap? Po. Në cili mejtap shkon? Ke Xhamia Bregut. Shumë mirë, a të pëlqen të shkosh në mejtap, a shkon me qef? Po. Je i gëzuar që po anafrohet Bajrami dhe po largohet Ramazani? Po më pëlqen edhe Ramazani edhe Bajrami. Bravo, jena pak edhe të mërzitur, sepse Ramazani është një muaj shumë i shenjtë për musliman. Ke shkuar ti në Teravi të ditë? Po. Shumë mirë, ke përgatitur për ne? Diçka? Mund t'ja fillosh. Ehtiyatu lillahi ve salavatu ve tejbatu ve selamu alena ejuhe nebiu e rahmetullahi ve berekatuhu ve selamu alena ibadillahi salihin. Eshhedu an la ilaha illallah ve eshhedu an Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Shumë mirë, për të më shoqen? Si quhesh? Imana Mani. Sa vjeç ke? 10 vjeç. Shumë mirë. Në cilën moshë ke filluar të shkosh në mejtap? Në moshën 6. Bravo. Ke përgatitur diçka të ndashme ne që ke mësuar gjatë këtyre viteve në mejtap? Po. Mund t'ja fillosh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idhni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Mashallah, shumë mirë. Ka zgjatur shumë për të mësuar këtë sure? Bravo. Si quhesh? Unë quhem Arlinda Rasulbegu. Sa vjeç ke? Unë kam 11 vjeç. Shkon ti në mejtap? Po, shkoj në Xhamin e Bregut. Shumë mirë. Çfarë ke përgatitur ti sot për ne? Unë sot për ju kam përgatitur surën El-Fatiha, ajo është një ndër suret më të para në Kur'an. Shumë mirë. Dhe ku përdorim ne më së shumti surën El-Fatiha? A përdorim gjatë namazet? Po. Shumë mirë. Mund t'ja fillosh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shumë mirë. A përdor ti gjatë namazit këtë sura? Po. Në cilën moshë ke mësuar? Këtë sura kam mësuar në moshën 7 vjeçare. Kush ta ka mësuar? Hoxha imi i mektepit. Shumë mirë, vazhdo me shoqen. Asalamu alaikum. Aleikum selam, si quhesh? Unë kam emrin Adena Dëshërami. Sa vjeç ke? Unë kam 9 vjeça. Bravo, në cilën shkollë shkon? Unë shkoj në shkollën Marshall Tito. Në cilën klasë? Në klasën të 4. Shumë mirë. Ti gjithashtu shkon edhe në mejtap, apo? Po. Në cilën mejtap shkon? Unë shkoj në Xhamin e Bregut. Bravo, çfarë ke përgatitur ti sot për ne? Unë sot për ju kam përgatitur surën Ajetul Kursi. Shumë mirë, edhe ti si shoqja ke përgatitur. Po. Kjo është ndër ajetet më të rëndësishme në Kur'an. Po. Shumë mirë, mund ta fillosh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hu el hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Shumë mirë, kur e thom në më shpesh Ajetul Kursin? Në kohët e namazeve. Shumë mirë, edhe para se të vijë me fletë. Po. Bravo. Ne shikues të dashur, si çdo emision do ta përmbyllim edhe këtë me një hadith. Hadithi i ditës së sotme është më i miri i asaj që mëson Kur'anin dhe ja mëson të tjerëve. Assalamu alaikum, kurse ju vazhdoni të ndiqni një ilahi nga Xhenesmanit.